Ndër zhvillimet kryesore ju ftoj të ndiqni të gjithë të punësuarit që kanë të ardhurat deri në 1.2 milion lek në vit do të përfitojnë deri në 13.000 lek në vit rimbursim për arsimimin e fëmijëve. Një projekt ligj të rësisht i ri për donacionet dhe sponsorizimet në sport, art dhe kulturë synon të vendosë rregulla të qarta dhe të rrisë transparencën. Sipas raportit të Bankës Evropiane të Investimeve, kërkesa për kredi në Shqipëri ka shënuar një rritje që te kalon dhe pritshmëritë e vetë bankierëve. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka sqaruar shtetasit shqiptarë rreth pezullimit të vizave për emigrim drejt këtij vendi duke nisur nga 21 janari. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Të gjithë të punësuarit që kanë të ardhurat deri në 1.2 milion lek në vit do të përfitojnë deri në 13.000 lek në vit rimbursim për arsimimin e fëmijëve. Rimbursimi bëhet përmes plotësimit të divas dhe ngarkimit të faturave përkatëse. Qytetarët e punësuar të cilët kanë të ardhurat të tatueshme vjetore deri në 1.2 milion lek përmes plotësimit të deklaratës individuale të ardhurave diva do të kenë mundësi që të përfitojnë rimbursim për shpenzimet arsimore të fëmijëve në ngarkim. Individi përfiton zbritje nga bazat tatimore për fëmijët në ngarkim në një vlerë totale prej 100.000 lekësh, e cila përkthehet në një vlerë maksimale të kthyer në llogari deri në 13.000 lek në vit. Kjo bëhet përmes plotësimit të formularit Diva 2025, pavarësisht se nuk është detyruar për kategorinë me të ardhura në 1.2 milion lek në vit. Në këtë formular plotësohet numri i fëmijëve në ngarkim dhe shpenzimet arsimore, me qëllim që prindërit apo kujdestarët ligjor të kenë të drejtë rimbursimi. Si bëhet aplikimi për rimbursim? Nëpërmjet dorëzimit të deklaratës Diva 2025 në llogarinë personale në e-filing, kur deklarata rezulton me mbipagesë. Krijohet çështje si kërkesë për rimbursim në modulin Çështjet e mia, ku bashklidhen dokumentet me të dhënat e llogarisë personale bankare, certifikata familjare dhe dokumentacioni justifikues që vërteton shpenzimet e kryera për arsimimin e fëmijëve. Ky dokumentacion përfshin kontratat me institucionet arsimore dhe dokumentet e pagesës apo faturat për fëmijët, faturat për pagesën e gjuhëve të huaja e të tjera. Në mungesë të dokumentacionit justifikues si faturat tatimore apo kontrata, shpenzimet arsimore nuk njihen për rimbursim. Për këtë arsye rekomandohet që çdo pagesë për arsimim të kryhet në mënyrë të dokumentuar. Por kur mund të refuzohet kërkesa për rimbursim? Kërkesa mund të refuzohet në rastet kur Diva 2025 nuk rezulton me mbipagesë. Dokumentacioni është i paplot ose i pasakt, si dhe shpenzimet nuk janë të ligjshme ose nuk janë deklaruar në Diva. Individi do të ketë mundësi të paraqesë deklaratë korrigjuese brenda afateve ligjore nëse konstaton pasaktësi në të dhënat e deklaruara. Një projekt ligj i ri për donacionet dhe sponsorizimet në sport, art dhe kulturë synon të vendosë rregulla të qarta dhe të rrisë transparencën. Për herë të parë krijohet një regjistër elektronik kombëtar për donacionet dhe sponsorizimet, ndërsa parashikohen lehtësi fiskale. Sponsorizuesit që kontribuojnë në fushën e artit, sportit ose kulturës do të përfitojnë lehtësi fiskale përmes zbritjes direkte deri në masën 30% nga tatimi mbi fitimin, si në rastin kur sponsorizimi është në vlerë monetare, ashtu edhe atyre në natyrë, duke garantuar një trajtim të favorshëm fiskal dhe nxitje konkrete për angazhimin e sektorit privat. Po ashtu të ardhurat e përfituara nga sponsorizimi përjashtohen nga tatimi për përfituesit dhe nuk ndikojnë në rezultatin financiar të tyre për qëllime tatimore. Qeveria ka publikuar për konsultim publik një projekt ligj të rësisht të ri për donacionet dhe sponsorizimet me qëllim forcimin e identitetit kulturor, zhvillimin e qëndrueshëm artistike kulturor, promovimin e sportit, promovimin territorial si dhe rritjen e kohezionit social në përputhje me prioritetet e strategjisë kombëtare të zhvillimit dhe integrimit. Projekti zgjeron fushat për të cilat lejohen donacionet dhe sponsorizimet dhe bën dallimin midis dy koncepteve. Konkretisht, donacion konsiderohet transferimi vullnetar i pakushtëzuar dhe pas një përfitimi kontributeve financiare, pasurisë së luajtshme ose të paluajtshme, ofrimit të shërbimeve ose i formave të tjera të mbështetjes për veprimtari me interes publik të organeve publike. Nga ana tjetër, sponsorizim konsiderohet një marrëveshje kontraktuale me anë të së cilës sponsorizuesi ofron me vullnet të lirë mbështetje financiare, materiale ose forma të tjera mbështetjeje për një veprimtari, aktivitet ose organizim për interes publik në këmbim të së drejtës për të promovuar dhe reklamuar emrin, produktet ose shërbimet e tij.
Referuar draftit për herë të parë parashikohet që Shqipëria të ketë një regjistër elektronik kombëtar për donacionet dhe sponsorizimet. Ky regjistër do të jetë i aksesueshëm nga publiku në çdo kohë në faqen zyrtare të internetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve për të dhënat që lidhen me donacionet dhe sponsorizimet të organeve publike. Çdo donacion për organet publike mbi vlerën 500.000 lekë dhe të gjitha sponsorizimet do të duhet të regjistrohen në këtë regjistër. Organet ligjzbatuese që kanë kompetenca në luftën kundër pastrimit të parave, korrupsionit dhe terrorizmit do të kenë akses të pakufizuar në regjistër për të dhënat që lidhen si me organet publike ashtu edhe me subjektet e tjera përfituese të sponsorizimeve, donatorët e organeve publike dhe sponsorizuesit. Duke qenë se donacionet dhe sponsorizimet konsiderohen si veprimtari me risk të lartë për ndikim të palishëm, qarkullim dhe pastrim parash, apo për përfitime të palishme, projekt ligji ka kufizuar disa kategori personash fizik dhe juridik për të qenë donator dhe sponsorizues për organet publike, siç janë personat e dënuar për vepra të lidhura me korrupsion aktiv ose pasiv, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit, evazionin fiskal, mospagimin e detyrimeve tatimore, falsifikim dokumentash e të tjera. Të njëjtat kritere do të aplikohen edhe për sponsorizimet e një organizate jo fitimprurse, organizatat sportive, shoqëritë sportive, subjekte tregtare në fushën e prodhimit të filmit dhe industrisë audiovizive dhe individët që përfaqësojnë Shqipërinë në aktivitete ndërkombëtare të kulturës, artit dhe sportit. Emigrantët shqiptar që kthehen në vend dërgojnë më shumë remitanca gjatë periudhës së emigrimit krahasuar me ata të cilët janë ende jashtë. Emigrantët aktual dërgojnë më pak para pasi lidhjet e tyre me vendin gradualisht dobësohen me kalimin e kohës. Emigrantët shqiptar që kthehen në vend dërgojnë më shumë remitanca gjatë periudhës së emigrimit krahasuar me ata që janë ende jashtë. Ndërkohë, sipas anketës së emigracionit, emigrantët aktual dërgojnë më pak para, pasi lidhjet e tyre me vendin gradualisht dobësohen me kalimin e kohës. Rreth 40% e emigrantëve kanë dërguar remitanca gjatë qëndrimit jashtë vendit, me përqindjen më të lartë e emigrantët e kthyer. Emigrantët meshkuj janë pothuajse 2 herë më të prirur të dërgojnë remitanca se sa femrat, ndërsa kjo prirje rritet me moshën dhe kulmon në grup moshën 45 deri në 64 vjeç. Niveli arsimor ndikon gjithashtu, pasi emigrantët me arsim të mesëm dërgojnë më shpesh remitanca krahasuar me ata me arsim të lartë. Sjellja ndaj remitancave rezulton të jetë e lidhur ngushtë me aftësinë për të kursyer gjatë përvojës së emigrimit. Të dhënat tregojnë se emigrantët e kthyer që kanë dërguar transferta parash gjatë qëndrimit jashtë vendit ka qenë në gjendje të kursejnë mesatarisht 50% më shumë krahasuar me ata që nuk kanë dërguar remitanca. Konkretisht $450 amerikan kundrejt $300. Një prirje e ngjashme vëret edhe tek emigrantët që aktualisht ndodhen jashtë vendit, megjithse diferenca në nivelin e kursimeve është më e vogël. Po ashtu emigrantët e kthyer që dërguan remitanca rezultojnë më afër përmbushjes së pritshmërive të tyre për kursim. Ata arritën të kursejnë rreth 76% të shumës që kishin planifikuar, ndërsa emigrantët që nuk dërguan remitanca kursyen vetëm 42% të pritshmërive të tyre. Në përgjithësi, individët që arritën të kursenin para kishin prirje më të ulta për kursime. Mesatarisht $535 krahasuar me $649 për ata që nuk arritën të kursejnë, duke nxjerrë në pa një mospërputhje mes objektivave financiare dhe rezultateve reale. Përvoja ndërkombëtare tregon se remitancat janë më të larta në vitet e para të emigrimit, por bien me kalimin e kohës, ndërsa ata që synojnë kthimin mbajnë lidhjet më të forta familjare dhe vazhdojnë të mbështesin financiarisht familjet e tyre në vendin e origjinës. Tregu financiar shqiptar po përjeton një rritje të fortë të kërkesës për kredi e nxitur kryesisht nga familjet, ndërkohë bankat kanë nisur që të shtrëngojnë kriteret e kreditimit, sidomos për banesa dhe financime të mëdha. Pavarësisht kësaj, cilësia e kredisë është përmirësuar dhe pritet që në 2026 tregu të rikthehet drejt një ekuilibri më mbështetës. Tregu financiar në Shqipëri po kalon një fazë dinamike, ku dëshira e qytetarëve dhe bizneseve për të investuar mbetet në nivele rekord. Sipas raportit më të fundit të Bankës Evropiane të Investimeve për fundvitin 2025, kërkesa për kredi ka shënuar një rritje që tej kalon edhe pritshmëritë e tyre. Ky vrullu dhe hiqet kryesisht nga familjet që kërkojnë të blejnë një shtëpi dhe nga individët që kërkojnë kredi konsumatore për të rritur standardin e jetesës. Ajo që bie në sy është se poka e euros në kredi po zbehet. Shqiptarët po zgjedhin masivisht monedhën vendase lekun, duke u mbrojtur kështu nga rreziqet e kursit të këmbimit. Por ndërsa kërkesa vlon nga ana tjetër e sportelit, situata paraqitet më e matur. Për herë të parë pas një periudhe lehtësimesh, bankat kanë filluar të shtrëngojnë kriteret e tyre. Marrja një vërtetimi page apo kolaterali nuk mjafton më si dikur. Ky shtrëngim po ndodh kryesisht në kredit për shtëpi dhe në financime të mëdha për biznesin.
Faktorët janë të lidhur me rregulloret e reja të mbikëqyrjes dhe një pasiguri të lehtë që vjen nga tregjet ndërkombëtare. Megjithatë, ky frenim nuk pritet të jetë afatgjat. Ekspertët parashikojnë që në fillim të vitit 2026, banka do të gjejë një ekuilibër të ri duke u kthyer në një pozicion më neutral dhe më mbështetës. Një nga lajmet më pozitive që vjen nga ky raport është përmirësimi i cilësisë së kredisë, edhe pse jetojmë në një kohë me sfida ekonomike. Raporti i kredive me probleme ka pësuar rënje. Kjo tregon se familjet dhe bizneset shqiptare janë treguar të përgjegjshme dhe korrekte me shlyerjen e kësteve. Kjo qëndrueshmëri ka rritur besimin e grupeve bankare mëmë në Evropë, të cilat e shohin Shqipërinë si një treg me potencial të lartë. Sidoqoftë, një paralajmërim i lehtë vjen për muajt e ardhshëm. Bankat presin një rritje të lehtë të vështirësive në pagesa, që kërkon një kujdes më të shtuar nga ana e huamarrësve. Publikimi i fundit i Eurostat mbi statistikat e energjisë rinovueshme tregon se energjia që vjen nga burimet e rinovueshme në vendin tonë përbën rreth 43% të totalit. Ky nivel është dukshëm mbi mesataren e Bashkimit Evropian që qëndron në 25.2%. Publikimi i Agjencisë Europiane të Statistikave mbi statistikat e energjisë rinovueshme tregon se rreth 43.11% e energjisë në vendin tonë vjen nga burimet e rinovueshme. Shqipëria vazhdon të jetë një nga vendet me peshën më të lartë e energjisë nga burimet e rinovueshme në Europë, me një nivel dukshëm mbi mesataren e Bashkimit Evropian, e cila qëndron në 25.2%. Shqipëria renditet pas shteteve si Islanda me 79.3%, Norvegjia me 77.9% dhe Suedia, Finlanda, Danimarka e Letonia. Sipas të dhënave të mësipërme të Eurostat, normat më të ulta të energjisë nga burimet e rinovueshme në Europë regjistrojnë kryesisht në disa vende të vogla ose me varësi të larta nga importet fosile. Luksemburgu dhe Belgjika renditen në fund të listës, të ndjekura nga Malta, Italia dhe Holanda. Në Shqipëri, 105% e energjisë elektrike konsumuar gjatë vitit 2024 rrithet nga burimet e rinovueshme. Pra, prodhimi i energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme në Shqipëri ka tejkaluar konsumin vendas, duke arritur në 105% të konsumit final bruto të energjisë elektrike. Nga ana tjetër, nëse do të flisnim për burimet e rinovueshme të energjisë të konsumuar në transport, në vendin tonë vetëm 0.22% e kësaj energjie është rinovueshme. Në nivel rajoni, vendi i dytë pas Shqipërisë është Mali i Zi me 40.8% e energjisë së prodhuar nga këto burime. Serbia renditet e treta në nivel rajoni dhe ndiqet nga Maqedonia e Veriut me 25.8% dhe 21.8% përkatësisht. Shqipëria renditet e dyta në Europë me përqindjen më të lartë të energjisë elektrike, e cila rrjedh nga burimet e rinovueshme, ndërkohë që në vend të parë është Norvegjia, ndërsa mesatarja e Bashkimit Evropian vlerësohet në 47.5%. Nga ana tjetër, Shqipëria humb pozicionin e saj sa i përket energjisë rinovueshme të përdorur për transport apo për ngrohje dhe ftohje. Për energjinë rinovueshme të përdorur për transport dhe ngrohje ftohje renditemi poshtë mesatares së Bashkimit Evropian. Komuniteti i transportit vlerëson se zbatimi i reformave në sektorin hekurudhor në Shqipëri po ecën me ritme të moderuara. Sipas raportit, vendi ynë ka miratuar 4 ligje të rëndësishme që synojnë ndërtimin e kuadrit institucional për këtë sektor. Zbatimi i reformave në sektorin hekurudhor në Shqipëri po ecën me ritme të moderuara, duke arritur një nivel zbatimi prej 45%, sipas raportit të Komunitetit të Transportit për planin e veprimit të gjeneratës së ardhshme dhe transpozimin e akuis të BE-s për vitin 2025. Sipas raportit, vendi ynë ka miratuar 4 ligje të rëndësishme që synojnë ndërtimin e kuadrit institucional për sektorin hekurudhor, përfshirë krijimin e Autoritetit Kombëtar të Sigurisë, Organit Kombëtar Hetimor dhe Autoritetit Rregullator. Megjithatë, nënvizohet se këto institucione ende nuk janë plotësisht funksionale për shkak të mungesës së burimeve njerëzore dhe financiare. Pritet që strukturat e plota dhe funksionimi i tyre të konsolidohen deri në vitin 2026. Hapja e tregut hekurudhor në Shqipëri vlerësohet në nivelin 52%, ndërsa kërkohet ndarja e plotë mes infrastrukturës dhe operimit, garantimi i pavarësisë menaxheriale dhe financiare të menaxherit të infrastrukturës, si dhe krijimi i një sistemi funksional kontratash shumëvjeçare. Sipas raportit, miratimi i planit kombëtar të infrastrukturës hekurudhore pritet të realizohet deri në fund të vitit 2027, ndërsa sistemi i menaxhimit të aseteve hekurudhore parashikohet të ngrihet brenda të njëjtit afat. Komuniteti i transportit rekomandon plotësimin e kuadrit institucional dhe sigurimin e kapacitetit të plot operacional për organet hetimore dhe rregullatore. Po ashtu kërkohet përfundimi i ristrukturimit të hekurudhës shqiptare në entitete të veçanta për infrastrukturën dhe operacionet, si dhe publikimi i deklaratës së rrjetit për infrastrukturën publike hekurudhore për vitin 2026.
Për gjatë vitit kaluar, autoriteti rrugor shqiptar ka përfituar rreth 364 milion euro fonde nga buxheti i shtetit. Ndër projektet rrugore më të financuara është ndërtimi i korridorit 8, për të cilin aktualisht punohet në 13 lote të ndryshme. Autoriteti rrugor shqiptar është institucioni buxhetor me vlerën më të madhe të pagesave të transaksioneve për vitin 2025. Sipas dhënave nga Open Data Albania, ky institucion ka paguar gjatë vitit të kaluar 35.1 miliard lek, apo rreth 364 milion euro. Në krahasim me një vit më parë, vlera e transaksioneve ka pasur arritje me 55%, pasi për vitin 2024 transaksionet përllogaritet në 15.96 miliard lek. Ndërkaq, referuar tabelës së detajuar të shpenzimeve, janë njësër projekte rrugore që janë financuar gjatë vitit që sapo lan pas. Një nga më të financuarit është ndërtimi i korridorit 8, për të cilin aktualisht punohet në 13 lote të ndryshme, 7 prej të cilëve nga Elbasani në Qaftan dhe 6 të tjerë nga Elbasani në drejtim të Rogozhinës. Një tjetër projekt i financuar gjatë vitit 2025 është dhe zgjerimi i superstradës Tiranë-Durrës për 2 kontratat e fazës 1 dhe 2. Paralelisht, transaksionet e thesarit tregojnë se edhe rruga kombinat Ndrojq-Plepa, ku gjithashtu po punohet, ka marrë financim gjatë vitit të kaluar. Pashtu referuar të dhënave, ndër kontratat më të paguara në 2025-ën janë ato për ndërtimin e rrugës Fjerë-Kthesa e Patosit Frataj, si dhe Berat-Ballaban. Para kanë marrë dhe firmat kontraktore për zgjerimin e rrugës së Ksamilit, ndërtimin e bajpasit të Shkodrës apo rruga e Çerenecit Peshkopi. Pjesë e shpenzimeve të ARSH-s për vitin 2025 janë dhe disa kontrata për ndërtimin e unazës së madhe të Tiranës, që u hap për qarkullimin e automjeteve në fund të vitit 2024. Referuar shifrave zyrtare, gjatë vitit të kaluar, rreth 792.000 udhëtar kanë përdorur portin e Durrësit, që vijon të mbetet nyja kryesore e transportit detar të pasagjerëve në Shqipëri. Autoriteti portual Durrës thekson se fluksi i pasagjerëve ka qenë relativisht i qëndrueshëm gjatë muajve të parë të vitit, ndërsa ka shënuar rritje të ndjeshme gjatë sezonit turistik veror. Porti i Durrësit vijon të mbetet nyja kryesore e transportit detar të pasagjerëve në Shqipëri për gjatë 2025-s. Sipas autoritetit portual Durrës, gjatë periudhës janar-dhjetor 2025 janë përpunuar gjithsej 792.023 pasagjerë. Nga totali pasagjerëve të përpunuar, 389.543 janë regjistruar në hyrje, ndërsa 402.480 pasagjerë janë regjistruar në dalje. Autoriteti portual Durrës thekson se fluksi i pasagjerëve ka qenë relativisht i qëndrueshëm gjatë muajve të parë të vitit, ndërsa ka shënuar rritje të ndjeshme gjatë sezonit turistik veror. Muajt e verës janë karakterizuar nga intensifikimi i lëvizjeve, veçanërisht në linjat ndërkombëtare drejt Italisë, të cilat mbeten destinacionet më të frekuentuara nga qytetarët shqiptar dhe turistët e huaj. Ky trend konfirmon rolin e portit të Durrësit si një pikë kyçe lidhëse mes Shqipërisë dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, këto të dhëna tregojnë rëndësinë strategjike të këtij porti në garantimin e lëvizjes së sigurt dhe të pandërprerë të qytetarëve. Po kështu dëshmohet rëndësia e portit të Durrësit jo vetëm si një qendër transporti, por edhe si një faktor kyç në zhvillimin turistik dhe ekonomik, duke përmbushur me efikasitet kërkesat e tregut dhe duke garantuar standarde bashkëkohore në operacionet e tij. Tendenca pozitive konfirmon fuqizimin e rolit të portit në zhvillimin ekonomik të vendit dhe në integrimin e tij në rrjetet rajonale dhe ndërkombëtare të transportit. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka sqaruar shtetasit shqiptar rreth pezullimit të vizave për emigrim drejt këtij vendi, duke nisur nga 21 janari. Sipas ambasadës, në vendimin e pezullimit nuk preken vizitat dhe turizmi, dhe ku vizitat për këto qëllime do të vijojnë të lëshohen. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi një ditë më parë pezullimin e vizave për emigrim për aplikantët nga 75 shtete të botës, ndërto nga Ballkani Perëndimor përfshihen Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia dhe Hercegovina. Pezullimi do të fillojë nga 21 janari. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka sqaruar se çfarë efekti do të ketë ky vendim. Presidenti Trump ka bërë të qartë se emigrantët duhet të jenë financiarisht të vetëmjaftueshëm dhe të mos përbëjnë barë financiare për amerikanët.
Departamenti i Shtetit po kryen një rishikim të plotë të gjithë politikave, rregulloreve dhe udhëzimeve për të siguruar që emigrantët nga këto vende me rrezik të lartë të mos përdorin ndihma sociale në Shtetet e Bashkuara dhe të mos konsiderohen barë publike, theksohet në njoftimin e ambasadës. Duke filluar nga 21 janari 2026, Departamenti i Shtetit do të pezullojë lëshimin e të gjitha vizave emigruese për aplikantët nga 75 shtete. Sipas ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, aplikantët për vizë emigruese që janë shtetas të vendeve të prekura mund të dorëzojnë aplikimet për vizë dhe të marrin pjesë në intervista, dhe departamenti do të vazhdojë të caktojë takime për aplikantët, por asnjë vizë emigruese nuk do të lëshohet për këta shtetas gjatë kësaj periudhe pezullimi. Shtetasit me 2 shtetësi që aplikojnë me një pasaportë të vlefshme të një vendi që nuk është i listuar më sipër, janë të përjashtuar nga ky pezullim, referuar njoftimit zyrtar të ambasadës amerikane. Asnjë vizë emigrimi nuk është hequr si pjesë e këtij udhëzimi. Ky pezullim zbatohet vetëm për aplikantët e vizave emigruese, pasi vizat turistike janë viza jo emigruese. Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali ka deklaruar se vendimi i fundit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk ka bllokuar lëvizjen dhe udhëtimin e qytetarëve shqiptar drejt këtij vendi. Ndjekim prononcimin e saj. Vendimi i fundit i Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka bllokuar lëvizjen dhe udhëtimin e qytetarëve shqiptar drejt SBA-s. Kurse nuk janë bllokuar as vizat për qëllime turistike, studentët, biznesi, vizitat e familjarët apo eventet lidhura me punën. Askush nuk ndalohet të udhtojë dhe të vizitojë si turist, student, qytetar apo edhe zyrtar, por rregullat e qëndrimit në SBA do të ndryshojnë në linjë me politikën e tyre të imigracionit. Pra nuk bëhet fjalë për një vendim që targeton Shqipërinë, po për një rishqyrtim lidhur me procesimin e vizave për qëllime imigrimi në SBA për 75 vende, përfshirë 5 vende të Ballkanit Perëndimor. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se do të pezullohet përpunimi i vizave të imigracionit deri në rishikim zyrtar, dhe ky vendim vjen si pjesë e masave të administratës amerikane për të kufizuar abuzimet me avantazhet që ofron sistemi amerikan i imigracionit. Në ditët e para të vitit 2026, rreth 1200 të rinj kroat kanë marrë letra që i njoftojnë se janë thirrur për 2 muaj shërbim ushtarak. Ata janë brezi i parë që përballet me shërbimin ushtarak të detyrueshëm që kur u hoq në vitin 2008. Viti i ri sjell me vete një sfidë të vjetër në një formë të re për të rinjt në Kroaci. Në ditët e para të vitit 2026, rreth 1200 prej tyre kanë marrë letra që i njoftojnë se janë thirrur për 2 muaj shërbim ushtarak. Ata janë brezi i parë që përballet me shërbimin ushtarak të detyrueshëm që kur ai u hoq në vitin 2008, një vit përpara se Kroacia të bashkohej NATO-s. Në ato kohë ideja ishte të profesionalizohej forca armatosur dhe të braktisej shërbimi kombëtar i detyrueshëm. Tani me vetëm Hungarinë që e ndan Kroacinë nga Ukraina, perspektiva një konflikti të armatosur duket tepër e afërt. Qeveria kroate kuptoi se mund të mbështetej vetëm në më pak se 15.000 personel ushtarak aktiv. Përpara zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024, ajo propozoi rikthimin e shërbimit ushtarak të detyrueshëm për meshkujt që kishin braktisur shkollën. Anketat treguan mbështetje të gjerë për idenë, me 7 nga 10 kroat në favor. Votuesit rizgjodhen partinë HDZ, e cila tani e ka zbatuar këtë politikë. Legjislacioni i nevojshëm u miratua shpejt në parlament në tetorin e kaluar me 84 deputet në favor dhe vetëm 11 kundër. Ministria e Mbrojtjes nuk humbi kohë në kontaktimin e grupit të parë të rekrutëve me pak ose as pak protesta. Edhe Slovenia po e diskuton rivendosjen e shërbimit ushtarak të detyrueshëm. Në vitin 2020, partitë që formuan qeverinë e re nacionaliste të djathtë të Slovenisë përfshin në rivendosjen e shërbimit ushtarak në marrëveshjen e tyre të koalicionit. Kryeministri i saj, Janez Janša, u bë i famshëm si ministër i mbrojtjes gjatë luftës 10 ditore të pavarësisë së Slovenisë në vitin 1991. Ai deklaroi se forcat armatosura të vendit me vetëm 7.000 trupa nuk mund ta mbronin më Sloveninë nga një sulm dhe u ankua se të rinjt nuk dinë si të përdorin armët. Në Serbi, qeveria ka diskutuar për disa vite mundësinë e futjes së shërbimit ushtarak të detyrueshëm. Kanë kaluar disa afate pa u rekrutuar askush, por kjo mund të ndryshojë këtë vit, pasi ministri i mbrojtjes thotë se së shpejti legjislacioni do të paraqitet në parlament.
Ministri Gjerman i Financave bëri thirrje për një epokë të re të patriotizmit evropian në mbrojtje të interesave ekonomik të kontinentit. Sipas tij, Evropa duhet të rimendojë rrënjësisht qasjen e saj, ndërsa aleancat tradicionale shpërbohen dhe tregtia po shndrohet gjithnjë më shumë në armë. Ministri Gjerman i Financave bëri thirrje për një epokë të re të patriotizmit evropian në mbrojtje të interesave ekonomike të kontinentit, duke propozuar që kompanitë që marrin ndihmë shtetërore të detyrohen të mbajnë vendet e punës në Evropë dhe që prokurimi publik t'i japë përparësi mallrave të prodhuara në Evropë. Duke folur në një leksion në Institutin Gjerman për kërkime ekonomike në Berlin të mërkurën, Lars Klingbeil tha se Evropa duhet ta rimendojë rrënjësisht qasjen e saj, ndërsa aleanca tradicionale shpërbëhen dhe tregtia po shndrohet gjithnjë e më shumë në armë. Ne duhet më shumë patriotizëm evropian, tha Klingbeil. Kjo do të thotë që kur bëjmë investime publike të përdorim mallra evropiane. Aleanca transatlantike po shpërbëhet, tha Klingbeil, ministri i financave në Gjermani, duke vënë në dukje se strategjia e sigurisë kombëtare Trump tregon se SBA po largohet nga Evropa politikisht dhe kulturalisht. Ministri i financave argumentoi se tregtia po përdoret gjithnjë e më shumë si armë, duke ushtruar presion mbi ekonominë e orientuar drejt eksportit të Gjermanisë. Ne duhet të bëhemi më të fortë dhe më sovran në mënyrë që të mos bëhemi pionier të fuqive të mëdha, tha Klingbeil. Ata që besojnë se ne thjesht mund ta eksportojmë rrugën tonë për të dalë nga situata aktuale, i inversojnë trazirat që po ndodhin. Klingbeil përshkroi një strategji të përqendruar në forcimin e unitetit evropian, diversifikimin e partneriteteve tregtare për te SBA-s dhe mbrojtjen e tregjeve evropiane nga konkurenca e padrejtë. Javën e ardhshme nis në Davos të Zvicrës takimi vjetor i Forumit Ekonomik Botror me vizionin për një rend ekonomik global të bazuar në rregulla që po vihet në provë deri në kufijtë e tij. Forumi ka shumë për të diskutuar, nga mënyra se si të trajtohet versioni Trump që vendos supremacinë e Shteteve të Bashkuara në hemisferën perëndimore deri në mënyrat se si inteligjenca artificiale po e ndryshon botën. Elitat e biznesit dhe ato politike shkojnë në takimin vjetor të Forumit Ekonomik Botror në Davos javën e ardhshme me vizionin e tij për një rend ekonomik global të bazuar në rregulla që po vihet në provë deri në kufijtë e tij. Paraqitja e pritur e presidentit amerikan Donald Trump në vendpushimin malor zviceran nxjerr në pa ndekun midis agjendës së tij dhe qasjes së nxitur nga konsensusi, i cili është përballur me kritika të vazhdueshme se Davos është një vend ku bisedojnë të pasurit. Politika e tij Amerika e para ka çuar në përdorimin e tarifave tregtare si ndëshkim, ndërhyrjen ushtarake në Venezuelë, kërcënimin e pushtimit të Grënlandës me forcë dhe një tërheqje të Shteteve të Bashkuara nga bashkëpunimi për klimën, shëndetin dhe sfidat e tjera globale. Administrata Trump ka kërcënuar gjithashtu kryetarin e Rezervës Federale Jerome Powell me një padi penale, duke bërë që shumë bankierë qendror të lartë të lëshojnë një deklaratë në mbrojtje të tij dhe të pavarësisë së Bankës Qendrore. Duke e quajtur edicionin e 56 një frym dialogu, udhëheqësit e Forumit Ekonomik Botror në Davos thonë se duke pasur parasysh pasigurinë aktuale, është thelbësore të bashkohemi për të hartuar një rrugë përpara në biznes dhe politik. Por të tjerë thonë se me Shtetet e Bashkuara dhe Kinën që shfrytëzojnë fuqinë për t'u përshtatur interesave kombëtare, ky forum rrezikon të vjetrohet. Vëzhguesit e Davosit po shqyrtojnë gjithashtu nëse eventi ka humbur vrullin që kur themeluesi i tij 87 vjeçar Klaus Schwab dha dorëheqjen si kryetar në prill. Forumi i fundit ka shumë për të diskutuar, nga mënyra se si trajtohet versioni Trump i doktrinës Monroe, që vendos supremacinë e Shteteve të Bashkuara në hemisferën perëndimore, deri te mënyra se si inteligjenca artificiale po e ndryshon botën. Mbetet për të parë nëse Kina, e cila vitet e fundit ka dërguar zyrtar të lartë, do të ketë një prani të konsiderueshme në Davos. Publikuan projekt ligjin që do të krijonte një kuadër rregullator për kriptomonedën, i cili nëse miratohet të nxit potencialisht miratimin e aseteve digjitale. Projekti mundëson edhe kuadrin rregullator federal për kriptovalutat e lidhura me dollarin, të quajtura ndryshe stablecoin.
Senatorët amerikanë zbuluan projekt ligjin që do të krijonte një kuadër rregullator për kriptomonedën, i cili nëse miratohet të nxit potencialisht miratimin e aseteve digjitale. Për një kohë të gjatë është kërkuar miratimi i një legjislacioni të tillë si një domosdoshmëri për të ardhmen e aseteve digjitale në SBA. Ligji përcakton se kur kriptomonedat janë asete me vlerë, duke dhënë kështu qartësi ligjore. Projekti mundëson edhe kuadrin rregullator federal për kriptovalutat e lidhura me dollarin të quajtur stablecoin. Lobistët e bankave kanë argumentuar se kjo do të çonte në një fluks depozitesh nga sistemi bankar i siguruar, duke kërcënuar potencialisht stabilitetin financiar. Kompanitë e kriptovalutave i janë kundërvend këtij pohimi, duke pretenduar se ndalimi i palëve të treta, të tilla si bursat e kriptovalutave, nga pagesa e interesit për stablecoin do të ishte antikonkurruese. Projekt ligji, i cili mund të ndryshojë ndërsa senatorët e shqyrtojnë atë, mund ta lënë kompanive të kriptovalutave të paguajnë interesa konsumatorëve vetëm për mbajtjen e një stablecoini. Megjithatë, ai u lejon atyre të paguajnë shpërblime ose stimull klientëve për aktivitete të caktuara, të tilla si dërgimi një pagese ose pjesëmarrje në një program besnikërie. Komiteti bankar i Senatit ka planifikuar të debatojë mbi projektligjin dhe të shqyrtojë ndryshimet e mundshme të njëjtën. Komiteti bujqësor i Senatit, i cili përshkruan versionin e vet të projektligjit, do të zhvillojë një takim më vonë këtë muaj për të diskutuar versionin e tij. Presidenti Donald Trump gjithashtu kërkoi përfitim monetar nga industria, duke qenë i bindur se sipërmarrjet kripto të familjes së tij kanë ndihmuar në shtytjen e sektorit drejt rrymës kryesore. Sidoqoftë, disa lobistë ende mbeten skeptik se projektligji për strukturën e tregut të kriptomonedave mund të hyjë në fuqi. Shitjet dhe eksportet e automjeteve në Kinë po shkojnë drejt një ngadalësimi për shkak të kërkesës së ngadaltë dhe pasigurive të jashtme. Shitjet e automjeteve elektrike dhe hibride plug-in pritet të ngadalësohen, ndërsa eksportet e automjeteve mund të rriten lehtë. Shitjet dhe eksportet e automjeteve në Kinë po shkojnë drejt një ngadalësimi për shkak të kërkesës së ngadaltë dhe pasigurive të jashtme, tha të mërkurët një shoqate e madhe e industrisë kineze. Shitjet e automjeteve pritet të rriten me 1% këtë vit, duke ulur nga 9.4% vitin e kaluar, treguan të dhënat nga shoqata kineze e prodhuesve të automobilave. Rritja e shitjeve të automjeteve elektrike dhe hibrideve plug-in pritet të ngadalësohet në 15.2% nga 28.2%, ndërsa eksportet e automjeteve ka të ngjartë rriten me 4.3% pas një rritjeje për 21.1% më të fortë sa pritej në vitin 2025, treguan të dhënat SAAM. Kërkesa e brendshme mbetet e pamjaftueshme pasi perspektiva e paqëndrueshme të ardhurave të banorëve dhe shitësimet për pasigurinë në punë rëndojnë blerjen, tha shoqata. Për më tepër tha se rregulloria mbi makinat e përdorura me 0 kilometrazh, një taktike përdorur nga prodhuesit e makinave për të shitur makina të reja si automjetet të dorës së dytë me çmime shumë të zbritura, do të intensifikoj presionin e inventarit në vend me afat të shkurtër. Pasigurit gjeopolitike dhe tensionet ekonomike dhe tregtare do të ushtrojnë presion në rënje mbi eksportet, tha shoqata, duke shtuar se një shtytje për lokalizimin e prodhimit nga prodhuesit kinez të automjeteve do të ndikonte gjithashtu në uljen e eksporteve. Aplikacioni kinez për celular Ariudet pritet të ndryshoj emrin. Aplikacioni është i projektuar për njerëzit që jetojnë vetëm dhe që njoftojnë të dashurit e tyre kur nuk ka pasur aktivitet për ditë të tëra. Aplikacioni kinez për celular Ariudet i projektuar për njerëzit që jetojnë vetëm dhe që njoftojnë të dashurit e tyre kur nuk ka pasur aktivitet për ditë të tëra, ka njoftuar se do të ndryshojë emrin pas suksesit të tij global. Aplikacioni i njohur në gjuhën mandarine si Sileme, ajo i vdekur, kryesoi App Store të Apple në Kinën kontinentale, një sukses që ka tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare dhe shtypit kinez. Sileme u lejon përdoruesve të caktojnë një person që do të njoftohet në rast emergjence, nëse përdoruesi nuk identifikohet për disa ditë. Një njoftim e-maili dërgohet automatikisht personit të zgjedhur. Ekipi i zhvillimit njoftoi se pas një shqyrtimi të kujdesshëm, aplikacioni Sileme do të miratojë zyrtarisht emrin global të markës Demumu në përditësimin e tij të ardhshëm. Sipas njoftimit, aplikacioni ka parë rritje eksponenciale ndërkombëtare pas publikimit të një artikulli në BBC. Ekipi shpjegoi se Demumu ishte tashmë emri i versionit ndërkombëtar, ndërsa Ariudet përdori ekskluzivisht në Kinë. Në të ardhmen Demumu do të qëndrojë besnik misionit të
saj kryesor, sigurisë të gjithëve, tha kompania, duke shtuar se qëllimi është përhapja kësaj ekspertize globalisht për të mbështetur më shumë njerëz që jetojnë vetëm. Emri unik i aplikacionit ka frymëzuar tashmë platforma të tjera, siç është aplikacioni kinez i shpërndarjes së ushqimit Eleme, a keni uri. Në të njëjtën kohë disa përdorues të internetit kërkuan të mos ndryshojë emri origjinal, ndërsa të tjerë sugjeruan alternativa të tilla si a jeni gjallë, a jeni në internet ose a jeni atje. Në vitin 2024, sipas statistikave zyrtare, njerëzit që jetonin vetëm përbënin 1/5 e familjeve në Kinë, nga 15% një dekadë më parë. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, mirë u takofshim.